po ju tregoj diçka që ndoshta se keni ditë. Arsyeja pse tavllat janë ende të detyrueshme në çdo aeroplan është sepse njerëzit janë të varur dhe pak egoist. Ose shumë egoist. Delta ishte linja e parë ajrore që ndaloi pirjen e duhanit në të gjitha fluturimet e tyre në vitin 1995 dhe pirja e duhanit në aeroplan është ndaluar në të gjitha fluturimet në Amerikë që nga viti 2000, por është ende e detyrueshme që çdo aeroplan të ketë një tavull, një taketuke. Zakonisht atë e mbajnë në derën e banjës. Dhe nëse tavla apo taketukja mungon apo është jashtë funksionit, avioni duhet me u ndal. Arsyeja pse tavlla është në derën e banjës është sepse zakonisht aty mshefën njerëz për me pi duhan. FAA don që nëse stewardesat e kapin dikon të pi duhan, ata të jenë dikon të sigurt për të hequr cigaren e ndezur, sepse nëse e fikin cigaren e më pas e hedhin në plehra, ajo mund të rindizet edhe mundet me shkaktu zjarr. Ndërsa nuk ka numra zyrtar se sa njerëz kapen duke pirë duhan në aeroplan, stewardesat thonë se numri është aq i madh sa që do t'i shokonte njerëz nëse e tregojmë numrin e saktë se sa njerëz përpiqen me pi duhan në banjo. E ke çka po du me ditë për juve është me komente me më tregu nëse ndajherë keni dhezë cigare në aeroplan, ama banonit sinqert.